Një studim i fundit nga Universiteti i Kalifornisë Davis ka hedhur dritë mbi rreziqet e cigareve elektronike një përdorimshë, të cilat për vite me radhë janë promovuar si më të sigurta se duhani. Studiuesit analizuan disa lloje të cigareve elektronike aromatike nga markat më të njohura dhe zbuluan se këto produkte lëshojnë sasi të larta metalesh toksike si plumbi dhe nikeli, që janë të lidhura me dëmtime serioze të mushkrive dhe indeve të trupit. Një nga pajisjet e testuarat çliroi më shumë plumb për një ditë përdorimi se sa 20 pako duhani tradicional, duke bërë rrezikun potencialisht edhe më të madh. Studiuesit paralajmëruan se nivelet e metaleve ishin aq të larta sa që tregonin për defekte të mundshme në prodhimin e tyre. Kjo gjetje është veçanërisht shqetësuese duke patur parasysh popularitetin e tyre në mesin e të rinjve. Pavarësisht se aromat e cigareve elektronike nuk janë të lishme për shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato vazhdojnë të qarkullojnë në treg në mënyrë ilegale, me një vlerë shitjesh që ka arritur mbi 2.4 miliard dollar vetëm në një vit. Ekspertët kërkojnë masa urgjente për të ndaluar përhapjen e tyre, pasi mungesa e rregullimit zyrtar lë hapësirë për abuzim dhe rrezik të lartë për shëndetin publik.